ju ishit rritur në një sistem totalitar. Por shumë veta që sot nuk e kuptojnë dot, sekretari i parë ishte një gjysmë perëndie. Ishte një njeri që nuk e ndeshje, nuk e shije, nuk e dëgjoje, frika nga po quaj imazhi i tij, strukturat, sigurimi ishte shumë e madhe. Ku e gjetët kurajon? Sepse aty ka një gjë bën përshtypje. Disa janë treguar më kurajoz, disa më pak kurajoz, po asnjë nga intelektualët nuk i është kundërvën intelektualëve të tjerë që ngrohet. Domethënë, ishte një gjë, të 40 intelektualët qëndruan në mënyrë të konsoliduar, më trima ose më kurajoz, më pak kurajoz, por i qëndruan ides që ndryshimet duhen. Ku e gjetën kurajon 40 veta të kundërshtonin mitin e një njeriu që vinte nga 46 vjet dhunë? Në qoftë se flas për veten time, unë kisha marrë një vendim për t'u kundërvur regjimit. Dhe unë, në momentin kur jam ullë tek Ramizalia, i ftuar, unë kisha paraqitur në ato shkrime dhe intervista absolutisht çdo kërkesë që disidentët nga karta e Václav Havelit gjerë tek të fundit në Hungari dhe Rumani kishin paraqitur para regjimeve. Unë i kisha rrjeshtuar se unë i ndiqja ata dhe i kisha rrjeshtuar disa në një artikull, të tjera një artikull tjetër, kështu që unë kisha shkuar aty pasi kisha shprehur të gjitha qëndrimet e mia. Çfarë mbrojtje kishit ju, zoti Berisha? Urdhë? Çfarë mbrojtje kishit ju? Asnjë mbrojtje nuk kisha. Në momentin që do dilnit nga i takim, ju ishit i vetëm në rrugë pas një mbrojtje, pas një gjë. Jo, nuk kisha asnjë mbrojtje, por në të mirëjeve atë vendimun e kisha marrë që në 88 ose 89, fundit të 88, fillimit të 89, sepse ajo nuk ishte një vendim i thjesht. Nuk ajo regjim, sado që ishte në dobësim, po kishte çdo lloj fuqie që të merrte çdo masë najteje në njësi kohë më të shkurtër. Unë kisha vendosur, dhe kjo është e dokumentuar, që t'i dalë kundër, dhe fillova këte, e ka përshkruar Isuf Kalon në kujtimet e tij, më erdhi një punojës i radio televizionit. Dhe ai thot, mbrapa i ka treguar që dërguan për ta shprehur mendimet. Unë kisha filluar diskutimet nëpër mbledhje dhe ngrija zërin veçanërisht kundër urisë. Një uri kishte vërtet që Shqipëria ishte realisht në uri? Ishte uri kronike, kronik starveshe, me të gjitha karakteristikat e urisë kronike. Jo Tirana. E gjithë fshatarësia nga Valbona gjerë në Pogon. E gjithë fshatarësia. Ishte në prag të urisë? Ishte në uri, jo në prag të urisë, sepse uri ka dy lloj urish. Ka urin akute që qonë, kur ti nuk hanë dhe si, dhe ka urin kronike, kur ti hanë diçka, por nuk merr lëndë të domosdoshme dhe trupi fillon t'i marrë nga vetja nga ti. Muskuj për të prodhuar hormonet e tjerë, enzimat e tjerë, shfaqen smundje. Ju po thoni që 3.5 milion shqiptarë, sidomos pjesa rurale, mbi 2.5 milion ishin jo në qytet, në fshat ishin në gjendje 2.5 milion në fshatra. Ishte në uri, ishin 2.5 milion shqiptarë në fshatra. Pa asnjë diskutim. Pra në vitin 1990, 2.5 milion shqiptarë afërsisht që jetonin në zonat rurale ishin në uri kronike. Unë kisha shkuar në Peshkopi në vitin 86. Çfarë kisha gjetë atje? Shkova atje në çonin për qarkullim. Për qarkullim stil kinez, Dhe unë shkova atje për ndërtova një reanimacion, një sallë vogël reanimacioni, arritë ta bëj atë. Por vizitoja smur, gjeja pelagrë, s'kisha pa kurrë, përveç se në libra. Pelagra është smundje kur njeriu nuk hanë gjë tjetër vetë bukë misri. Dhe kur buka e misrit nuk shoqërohet me ushqime tjera, ka një smundje shumë të keqe sistemike që quhet pelagra. Aty rastet me pelagra ishin më të zakonshme. Pra ishte një smundje që ekzistonte vetëm libra dhe që ekzistonte vetëm libra që ishte zhdukur shekuj më parë dhe që ndodhej në Shqipëri shumë e përhapur. Në vitin 1990, mbas takimit në këtë sallë, se nuk dua të hyj në shumë detaje me intelektualët, a mendonit ju që Shqipëria po ndryshonte dhe ju kishit shansit për fshjeshit në politik? Pra, a kishit projektuar ju një karrierë të ardhshme politike? Absolutisht jo. Pse? S'pari njerë, ne u thirrëm aty për të na thënë siç doli që kur armiku po kërkon general,
po ne do të tregojmë vendin ju, dhe tregon dhe me gisht. Po. Çka e detyroi Ismailin të arratise? Ismaili thot që ky takim dhe ky kërcënim, po ishte humbja ime e fundit e shpresës ky kërcënim që na bëri Ajnat Sall, thot, në nxiti mua të largohem të ik nga Shqipëria. Kështu që unë nuk mendoja se do kishte ndryshime, por kisha vendosur të bëja atë që e konsideroja jetike për dignitetin tim. Nuk punoja unë për politikë. Një nga gazetarët më të mëdhej të Globit, i cili u gjendë në Shqipëri në verën e vitit 1990, Misha Gleni, thotë që në atë kohë mua më thanë, ai nuk e kujton se kush si, që njerëzit që po punonin për ndryshime demokratike në Shqipëri ishin Sali Berisha dhe Gramos Pashko. Dhe thotë që është takuar me të dy ju rastësisht. Që në korrik, pra pa ndodhur. Sepse jo vetëm rastësisht, kërkonin ata që vinin në Tiranë, ata kishë sepse shkrimet për shembull, intervista ime në Drita, gazetën Drita. Një shkrim i Ismailit, për të drejtat e njeriu dhe dhunën ndaj qytetarëve. Një shkrim tjetër i Hamid Beqes, mos gaboj, u botuan nga Le Monde Diplomatique. Radio e Lirë, Europë e Lirë, botoi një broshur, Avokatët e Demokracisë në Shqipëri, sa ta donin të na nxistin ne. Tani çfarë ndodh? Çdo delegacioni huaj që vite se kishin një përpjekje të huaj për dikue, kërkonin të atakonin, kurse për mua kishin një përgjigje që ai nuk gjimet. Ai është jashtë, ai nuk ka telefon. Kjo ishte përgjigja zyrtare që ju vinte nga Ministria e Jashtme. Unë kam dokumentuar për sigurimi thotë që gazetari La Stampës dhe gazetari Le Mondit kanë pyetur për Sali Berishën dhe për Ylli Popën dhe ju është thënë që nuk gjende. Senatori De Consini ka ardhur dhe ka kërkuar takim me mua, s'm kanë lejuar. Ka ardhur sekretari i jashtëm i Konfederatës Helvetike. I kanë thënë jo, pra çdo delegacion që vite... Po Misha Gleni, si ju takoj? Mos gaboj në Dajti, I think. Në hotel Dajti. Me Gramozin takoshim aty. Me Gramos Pashko takoshim që në atë kohë? Gramos Pashko, që da them këtu ty. Se çfarë bënim ne? Ose unë për shumë. Unë përpiqesha të vendosja takime me këta që ashtu. Po përveç Gramozit, asnjë. Kishin edhe ata që kishë bërë në i diskutim, pak në të hapur, të regoshin të rezervuar. Po, se kishin frikë. Gramozi jo. Tani të tjeve sinqertë, kishin frikë. Gramozi ishte i hapur. Ju kur e keni njohur Gramos Pashkon personalisht? Gramos Pashkon personalisht e kam kërkuar pikrisht të atakoj për shkak të intervistës që ai dha në Zërin e Amerikës. Në momentin e largimit të Kadares, mos gaboj. Edhe ai jo, edhe më përpara, kishte folë edhe më përpara Gramozi, dhe edhe ai me shumë kënaqësi u taku me mua, se kishte pa ato dhe... Ky ishte takimi juaj i parë? Takimi ynë i parë ishte në Hotel Dajti që me siguri kishte regjistruar. Por ju, dhe keni folur për politikë? Keni folë patjetër, keni folë për pikpamjet tona. Po Hotel Dajti përgjoj i gjithi? Përgjoj, po, ne tani kur ti flet publikisht në një vend skepses, flet aty prap publikisht. Ndërko, u duk sikur regjimi u riinstalua, u riorganizua në gusht, por goditja tjetër ishte largimi Ismail Kadares. Largimi Ismail Kadares që një goditje edhe ndërkombëtare për regjimin. Me njerë pasaj vjen lëvizja e dhjetorit. Në lëvizjen e dhjetorit, a e ndjet ju që Shqipëria do ndryshonte? Në lëvizjen e dhjetorit... Po, në darkë po. Ishte moment delikat dita, si që dinë ti, se Ramiz Alia përdojtë... Po flasim për datën 9 dhjetor. Lëvizja fillon në 8 gjatë natës, në 9 është lëvizja tek liceu, ku ju dolet atje. Po, për nëndën po flasim. Në 9 në mbrëmje ju keni takuar Ramiz Alin. Jo, e kam takuar në drek, pas dreke. Jo, e ndjeva në darkë, jo pas takimit me Ramiz Alin. Ramiz Alia, si ndodhi, dhe më thënë, pasi unë ndodha në balë të demonstratës me Besnik Mustafe dhe Kujtim Çashkun. Jo në balë, për balë demonstratës. Për balë, po, për balë, bjene këtë, në këtë kuptim, në Kashi, po. Aty u vërsulen me tërbim, me egrësin më të madhe kundër studentëve. Po, edhe, unë kam qenë dhe vetë një gjë që bëni, Azem Hajdari ngrije mbi supet e tyre dhe broristin, poshtë dinastia, poshtë Nexhmia, rroft Ramiz Alia,